Opozita s'po gjen dot një emër kandidat për kryetar bashkie të Tiranës. Janë hedhur 3 emra, janë propozuar më saktë, mund të jetë vetë Berisha një kryetar bashkie. Nuk e di çfarë mendojnë qytetarët, a kanë apo s'kan një emër. Më mirë të vjetë vetë Berisha. Berisha kryetar bashkie, ha? Po, mirë. Çfarë do bëj kot? I shkon? Që i shkon, ati si shkon as i gjova, më mirë. Më mirë nga shoqëria civile se sa nga opozita. Ke një emër? Jo, nuk kam në emër. Castro Zizo për shembull? Nuk e njohë. Agrondllake? Agrondllaka është i aftë. Është i aftë. Po. Mund të jetë Berisha kryetar bashkie? Po, Berisha meriton më shumë. Ju keni një ide kush mund të jetë? Kurse gjithë PD-ja, do të gje unë. Ka zëra që thonë mund të jetë. Gjithë PD e madhe, s'unë gje ka një kandidat, ose 2. Pa një mo të shkoj atë, po të pak të një konkurent i vogël mrenda vetës. Thonë që mund të jetë dhe vetë Berisha, ha? Apo Berisha ka marrë fonde, por ma hala, jo, atë në më utalë, që me Berisha. nuk i shkon më Berisha të ullet karrige? Po. Ati s'duhet me ndëgju emrin. Ju keni një emër? Qoftë dhe nga shoqëria civile? Kush mund të jetë kryetar bashkie? Më mirë dalje nga jashtë politikës ose nga politikës. Sinan Hoxha për shembull? Sinan Hoxha në Veneti. Mundësia është shumë e madhe. Ka njerëzri sa dush. E vërtet. Ka njerëzri sa dush. Tirana plot, kanë potencial. Shqipëria është plot. Po nga Arti, për shembull mund të jetë një artist kryetar bashkie? Arti nuk ka pse ngatrohet me politikën. Arti është arti. E vërtet. Po doja nuk po gjendet një emër për kryetar bashkie. Kush mund të jetë? A s'ka për t'i gjetur? Po mund të jetë vetë Berisha? Ha? Kryetar bashkie? Po pse na i prishe këtë muhabeta burim? Ha? S'pata na i laf tjatër ti po na çove te Berisha? Vish këtu në këtë bashki duhet t'i keq të 17-ta, se nuk është kollaj të drejtosh Tiranën. Tiranën 2 njerëz ja kanë dalë deri tani. Rama dhe ai që është brenda. Aje hengri në politika. E pa qenë në qafë. Qa të them? Berisha du dali sa radhe për Tiranë. Kryetar bashkie, ha? Po. Ta provoj dhe bashkinë. Se dhe tani që Berisha s'ka fituar si herë, provoj vetë dashin pleqëri që është, a fitos fitu. E do popullë se do. Po bashkinë nëse kandidon e me? Plus minus. Plus minus del minus. Do na jepni një emër për kryetar bashkie? Unë kam vendimi që më i përshtatshëm ishte Xhelal Mziu. Xhelal Mziu, ha? Ai noka, ai kuksit. Qose s'do Saliu, po kam mendimin Saliu duhet të çojë këto. E kuptoj. Ose atë Vokshin. Të provojmë vetëm ajo. Para Vokshin. Po, të provojmë vetëm se vetëm e morë ka 5-6 milion mujt. Edhe mos me provu vetë një herë sa do populli, nuk është mirë. Si janë harma ato lek pasi që emër këtij populli. Adriana Kalaja është shumë e mirë, Adriana Kalaja, po? që ndjek Kamagams, edhe ai Kllishi, Belim Kllishi. pastaj është edhe ai doktori, pse në Ali Mehmeti. nuk e njoh nga mirë. Ama për qenë që është number one. mushet me një mu, Adriana Kalaja është shumë e zënja. Është shumë e zënja. Mund të jetë Sali Berisha? Ja, ma është, ai është i Diego. Për mua le të bëj kush do këtë popull, mi fja këtë popull o budalla dhe këti popull një e bënanën të